gjë që do presidenti Trump. Pra, marrëveshjen bërthamore dhe blokimin e programit të raketave, sepse mos harrojmë që kishte një marrëveshje bërthamore gjatë kohës së presidentit Obama me Iranin, erdhi presidenti Trump në zyrë, mandatin e parë, dhe u prish marrëveshja bërthamore pikërisht sepse Irani nuk pranonte të ndërpriste jo vetëm çështjen e marrëveshjeve bërthamore, por edhe çështjen e raketave. Dhe ne pamë në luftën e vjetshme që Irani përbën një kërcënim jo pak serioz nga pikpamja e raketave strategjike. Industria kimike iraniane dhe industria e ndërtimit të raketave të Iranit dhe e dronëve, të cilën ne kemi parë dhe në Ukrainë, se çfarë dronësh arrin bëjnë iranianët, do të jenë pjesë e kësaj pakete, pra kësaj marrëveshje. Nëse Irani do të arrijë një marrëveshje me Amerikën për ndalimin e këtij programi bërthamor dhe këtij programi ushtarak, ne do të kemi një marrëveshje. Pse? Se Izraeli është më i qetë. Pra, mos prodhimi i raketave nga ana e Iranit do të thotë një Izrael i qetë, sepse ne pam vjet që ata 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 raketa drejt Izraelit mund t'i dërgojnë çdo moment. Dhe janë raketa të një rëndësie goxha të madhe, që sot i ka vetëm SBA, Rusi, Kinë. Deri diku dhe Britania e Madhe. As Turqia si ka. Janë shumë pak vende të cilat i kanë. As Turqia si ka. Sigurisht, këtu do duhet shohim edhe rolin e Iranit në Yemen. Do duhet shohim edhe çështjen çfarë do të ndodhi, por si rrjedhoi e kësaj do të shohim edhe çfarë do ndodhi me tregun e naftës. Sepse çështja është që nëse do të ketë një marrëveshje mes amerikanëve dhe Iranit që të lejojë heqjen e sanksioneve të naftës nga Irani, do të thotë që një sasi e madhe nafte iraniane të hidhet në treg. Po nëse hidhet një sasi e madhe nafte iraniane në treg, do të bie çmimi i naftës. Por nëse bie çmimi i naftës, do të observojnë aleatët amerikanë në botën arabe, Arabi Saudite, Katar, Kuvajt, Emirate. Nëse bie çmimi i naftës dhe gazit, dhe këta janë të detyruar të shesin më pak, o do nxjerrin më pak fuqi nafte dhe sasi gazi në treg në mënyrë që çmimi të rri po i njëjti, por nuk e di se ku do të gjejnë paratë që të vazhdojnë blejnë borxhin e jashtëm amerikan. Sepse një nga marrëveshjet që po diskutohet tani mes Rusisë dhe Amerikës është që 10 trilion të borxhit jashtëm amerikan ta blejë Rusia. Pse erdhëm këtu? Erdhëm këtu sepse Kina vendos